Në kuadër të çeljes së sezonit turistik në Vlorë është organizuar një panair i veçantë i produkteve lokale, duke sjellë më pranë qytetarëve dhe turistëve traditën, shijet dhe kulturën e zonës. Aktiviteti ka tërhequr vëmendjen e 10 vizitorëve vendase të huaj, të cilët kanë pasur mundësinë të njihen më nga afër me pasuritë gastronomike dhe artizanale që ofron Vlora dhe zonat përreth. Në stendat e panairit janë ekspozuar produkte tradicionale të kulinarisë shqiptare, gatime karakteristike të jugut, produkte bio dhe produkte artizanale të punuara nga artizan vendas. Atmosfera është shoqëruar me muzikë, ngjyra, duke krijuar një tjetër atraksion për turistët që kanë zgjedhur Vlorën për të kaluar fundjavën. Panairi i produkteve është i rëndësishëm duke u kthyer në një tjetër pikë të rëndësishme promovimi për turizmin, kulturën dhe traditën e Vlorës në prag të një sezoni që pritet të jetë mjaft i frekuentuar. Jo vetëm panair, por Vlora është ndruar edhe në një epicentër të modës shqiptare, duke mirëpritur një nga ngjarjet më të rëndësishme të industrisë kreative në vend, Albania Fashion Week 2026. Në kuadër të sezonit veror, qyteti bregdetar mori një tjetër dimension artistik dhe kulturor, ku pasarela nuk është vetëm një hapësirë prezantimi veshjesh, por një sken ku ndërturet kreativiteti, identiteti dhe fryma bashkëkohore e modës moderne. Në atmosferën elegante të plazhit të ri, mes dritave, muzikës dhe pranisë së emrave të njohur të modës, dizajnerë shqiptar dhe të huaj prezantuan koleksionet e tyre të fundit, duke sjellë një kombinim të stilit mesdhetar me tendencat ndërkombëtare. Eventi solli në vëmendje materiale inovative, prerje moderne dhe qasje të reja estetike, të cilat priten të ndikojnë jo vetëm në trendet e këtij sezoni, por edhe në drejtim të së ardhmes të modës shqiptare. Çmimin e parë, e cila do të jap 2 çmime. Do të jetë vajza e cila do të jetë imazhi i kompanisë Loginë të gjitha eventet që ne do të organizojmë për një vit radhazi, dhe ajo është vajza Claudia Kozi. Claudia Kozi. Po, një duar trokitje për Claudia, jo vetëm për ata që janë nga Vlora. Gjithë entuziazmi juaj, urime. Claudia, ne në Loginë nuk i kemi shumë qejf trofet se flas për punë. Kështu që ty do të jetë një vit shumë i gjatë dhe jam shumë i lumtur që do të punojmë bashkë. Çmimi tjetër? Dhe nga Login Production, nga djemti i cili do të jetë imazh po njësoj i kompanisë tonë, një kontratë 1 vjeçare pune, me emrin Elio Hysa. Bravo Elio. Urime Elio. Elio, mirë se vjen në familjen e Login Production. Tani çmimin për të shkuar në javën e modës në Paris e fiton Elio Hysa. Elio Hysa! Do doja ta fitonte një djalë nga Vlora, se i kemi të mrekullueshëm, po I kemi për gjithë tjetër. Vendosi që ta merrte Elio dhe ta gëzoj. Urime Elio, do t'ja të. Përshëndes të gjithëve, jo pritni minutë. E dua shumë Vlorën time. Dua të bëj sa më shumë gjëra të bukura në qytetin e Vlorës. Janë njerëzit më të mirë, më të zgjuar dhe më mikprica. Albania Fashion Week është më tepër se një sfilat. Ajo erdhi si një festë e stilit dhe kreativitetit, duke dëshmuar se moda shqiptare po fiton gjithnjë më shumë identitet, profesionalizëm dhe hapësirë në skenë rajonale ndërkombëtare. Në zemër të plazhit të ri në Vlorë, qyteti përjetoi një natë ku eleganca dhe arti ecën së bashku në pasarel.